Territori shqiptar për datën 16 mars 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme me intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë kryesisht tek thjellët në zonat bregdetare dhe qendrore, ndërsa në disa zona jugore dhe juglindore do të ketë vranësira kalimtare. Pasditja vijon me alternime mes diellit dhe vranësirave. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 7 deri në 9 orë me diell. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:44 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:55 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 10 deri në 18 gradë Celsius. Kukës, 7 deri në 15 gradë Celsius. Peshkopi, 7 deri në 13 gradë Celsius. Tiranë, 12 deri në 19 gradë Celsius. Durrës, 10 deri në 19 gradë Celsius. Kavaj, 9 deri në 18 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 18 gradë Celsius. Berat, 9 deri në 18 gradë Celsius. Korç, 3 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë, 13 deri në 20 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 16 gradë Celsius. Sarandë, 10 deri në 20 gradë Celsius.